Familja Tahiri 5 anëtarësh, cila jeton në strehimorin e lagjën e Kuvajtit në Podujev, përveç që jeton në kushte të rënda sociale, ata kanë edhe një hall tjetër. E zonja shtëpisë Emrije Tahiri në vitin 2002 kishte filluar të punojë si profesoresh në shkollën e mesme të Olta Aleksandër Xhuvani në Podujev, ku kishte punuar 2 vjet. Por ajo thotë se pas kësaj është larguar padrejtisht nga puna e që vajin për këtë ja lë drejtorisë së arsimit në komunën e Podujevës. Vetë kanë shpallë konkursin duke qenë duke punuar te drejtoria e arsimit e Podujevës shpallë konkurs të pat. Dhe atëherë ne bëm një ankesë në Ministrinë e Arsimit dhe u kthye me vendi i punës që t'ja filloj aty ku fillova në qytet në Podujev. Mirë po edhe pse isha me vendim të ministrisë, unë nuk u ktheva në vendin e punës, drejtoria e arsimit, as fajtore. Mu më dërguan në një fshat Malort në Hertic, aty 2 vite kam punuar, dhe pastaj më është kërkuar nostrifikimi i diplomës. Edhe nostrifikimi i diplomës unë e kreva, mirë po ka zgjatur procedura, zgjatur 3 vite e gjysmë, ose 4 vite kjo procedurë. Emrija tregon edhe për punën e mbulesës. Diskriminimi do me thonë padrejtësinë janë bërë edhe më herët, nuk kam qenë mbuluar, ndërsa mbulesa është më vonë, do me thonë vitet e fundit ka 4-5 vite që janë mbuluar. Edhe për këtë nuk di, edhe për këtë sulmojnë kështu, mirë po nuk ma thënë drejt pas drejti që mbulesa mund të jetë shkaku, nuk besoj që janë shkaku mbulesa, unë kam qenë edhe pa mbuluar dhe më kanë bërë do me thonë diskriminim. Bashorti Emrije Silmi Tahiri ka treguar se për të çështje u janë drejtuar të gjitha institucioneve. Në 9/2014 ju kemi adresue presidentës, kryeministit të Republikës së Kosovës, ish kryeministit Hashim Thaçi, përfaqësuesve të mediave, Ministrisë së Arsimit, Prokurorisë së Shtetit. Mirë po, askush asgjë, domethënë nuk na ka ofruar asnjë ndihmë nga institucionet. Kjo është një turp, kjo është një padrejtësi, kjo është një diskriminim. Ndërsa Avni Maloku, drejtori i arsimit në komunën e Podujevës, tha se Emrija ka pasur probleme në nostrifikim të diplomës. Me sa më kujtohet mua në atë kohë, ajo ka punu edhe pak, por me që studimit i ka kryer në Republikën e Maqedonisë, ka pas problem me nostrifikim të diplomës. Tash sa kohë ka zgjatë edhe kur është kryer nostrifikim, unë tash nuk kam informacion, nuk e di. Dërsa në këtë vit shkollore di që ka qenë pjesëmarrëse e konkursit në shkollën e mesme Fanoli, mirë po për fat jetë mirë të saj, kemi pas kandidatë edhe me master. Edhe më pranu kandidatët në master. Maloku sa i përket punës së mbulesës ka thënë se dhe me ligj para fëmijëve në aspektin edukativ nuk lejohet bartja shamis dhe asnjë shenjë simbolive që nuk janë etike para nxënësve. Familja Tahiri thotë se janë në gjendje të vështirë dhe bëjnë apel tek shteti të bëjë një zgjidhje.